Skandale. Hami drejsh. Po ti hami? Hami drejsh, të shret me nja të tash, ha? 6 shuna do kam zonë për ty. Njëri nuk shuhet se ishte i programuar. 5 shuna dhe një kompjuter do kam zonë për Julin, si unë djeve, zëma? Shumë mirë. Pëlqeu si Do për surprizë. herë njët, po më shoh xhirua këtë herë, okay? Për herë s'dihen 6 shuna dhe më shumë për Julin. Edhe rrek për ndalë. Gjithsesi, shikojeni. Skandale. Para se të kalojmë të takimet me Julin, do të dim disa gjëra, shumë themelore. 8 gjëra që duhet të dim për Juliana Zgurën. Fakti I parë është gotë. Çfarë është gocë? Amza, ula aty! Ula aty shpejt! Ula aty tash! E di, shokuse. I dyti, Juli ka lindur në vitin që ka lindur Juli, shkruje. Fakti I tretë, po aq shokues. Nuk është Jul Qezari. E di. Mos ka plore! I katërti, Juli është shumë sociale, ka vetëm një problem. Njerëzit! Shkruje, mos ka vetëm, bravo. Bravo. Dhe njerëzit. Devolli 2, bravo. Kafshët I ka një? Jo, kafshët e ti jo. Tjetri, që besoj nuk e dinit, Juli ka 2 sy, shkruje. Sa kishte? 2 zemra. Wow. Fakti tjetër, Juli nuk ka fshan. Zakonisht. Miku fetish. Zakonisht. I para fundit, Juli nuk ka pik standardi, kështu që gjithë e keni një shansë sot. Ju get Juli. Qa tha se se dëgjova? Hamza, merë nuk si ka të. Dhe I fundit, Juli kuptohet shumë lehtë. Nëse ju pëlqen sot, s'do e kuptoni kur. Nëse s'ju pëlqen, s'do e kuptoni prapë. Mos kopjore! Quna e kuptut? Po! Okej, jemi gati për dating? Po! Hajde pra, let's go! A e përshliku që aty të majtë dhe mund të lutem, profesor. Po, më janë këtu, profesor. Mirë se erdhën në skandal e dating show! Ai, plastikujt! Sot do I gjejmë burr Julin. E di, nuk ka mundësi ta gjej, por që do mundohemi. Ftojmë bak Juliana Zgurën! Juli, hajde këto! Sa më ndat. Sa vje bë me pala sot? Jam bërë me pala si Okej. si lule vërtet. Kuptoj. Si ndihesh sot? Sot ndihem. Perfekt. Mendon që do gjesh burr sot? Absolutisht jo, por këtu jemi, le ta shohim. Okej. Shko ulo atje. Tani, nuk bëhet skandal e dating show pa çuna, do thoni jam unë këtu. Kujti plasi për mua. Ha! Ftojmë çunat! Fillojmë me të parin I cili erdhi, nuk ka ardhur fare para punës, nuk era alarm, ishte gjumë. E fillojmë, djali si e ke emrin? Everest. Okej, Everest. Sa vjeç je? Jam 19 vjeç. 19 vjeç. Jam shumë I mërzitur, mos më ra alarmi, por Okej. herë tjetër. Okej, duke që ishte në gjumë. Everest, po e shoh shumë zell faktin që ti na ke marrë në FaceTime. Thon kaq shumë do të ta njohësh Julin? Me thënë drejtën po për zotin, kur merdi si ofertë, nuk hezitova fare, direkt accept edhe u kryq çdo sen. U kryq çdo sen. Gjë hapët spotën nuk ti. Okej, Everest. Qëndrojmë aty. Djali tjetër, lutem si e ke emrin? Jurgen Mihasi, Okej, Jurgen, sa vjeç je? 21. Sa vjeç je ti Juli? S'ka rëndësi. Legale. Po jam pak vëshën duket. Okej, mirë. Jurgeni 21 vjeç. Cila është arsyeja kryesore pse ka ardhur sot njohësh Julin? Po, ka në një arsye më të fortë se... Oh! Këtej. Nga Si e ke emrin? jug perëndim. Je për mua, je për desin, po okej. Për çka ke ardhur sot? Dukoj plaka gjejnuse. S'pëlqen ajo, është tipi jot, bjonde, brune, kuj çaleshin. Është? Shumë e mirë. Shumë e mirë, ha? A beksa. Ja, Hare këto, ja. Ja. Tu. Hamza! Ja, okej.
Si ke emrin? Genti Merkaj, Genti, sa vjeç je? 24. 24 vjeç, okej. Shumë mirë, dikush i madh. Qyshur. Pranor që mbylli? Jo vetëm minora jena sot, okej. Genti, cila është arsye kryesore pse ka ardhur sot për Julin? Të gjej dhe unë një nuse të mblidhem si gjithë tjera. Nga je ti? Nga Vlora. me Po ti? Rri këto se të degeneroj, rri këto. Rri mos më lëviz më. Nga je ti? Nga te Pelena. Jeni, se keni keni theks më duket apo? Po, kemi pa në gjashëm. Djali i shokut babit. A janë çift? Jo, nuk janë që kanë për ty. Emri? Arbe, Shahinasi. Arden. Nga je ti? Nga Devol. Nga Devolli, shishi. Si është arsye kryesore pse ka ardhur sot për Julin? I need a mommy. Që nga jetim. Gjithë njëri kondicioner. Fshatare sapi, fshatare sapi. Mbylleni pak të djalit. Familje. Kërkojmë pak, ta heqim regjia këtij djalit, okej. Tjetri? Unë jam Nino, 24 vjeç për... Nina ke emrin? Nino e kam shku. Gjatë e kam Angelina. Oh, Angelino. Okej. Se emër Victoria's Secret. Aha, vazhdo. Emër italian. Nga je? Unë jam nga Devol. Të dy jeni nga Devolli? Devolli. Jeni që shok? Jo, Kanë qenë motra. Nuk e njën. Hapën pak, gjëse. Devolli 1, Devolli 2. A mund t'jetë ky njëse? Devolli 3. Okej, do Devolli 1. Po, Devolli is the një? one for me. Devolli 2. Okej. Devol një. Si do duar? Si do duar tash? Babet me. Okej. Tani, qetësi ju lutem. Juli si të duken konkurrentë të zemra ime? Shumë mirë, atë të parin e shumë me piksel. Pëlqen? Po, super. Ky kuadrati i majt, super. Po, shumë i bukur. Po. Si të duken kështu si ka lupa? Edhe double që e kanë. Double Devolli, Devolli 1, Devolli 2 zemra. Kjo është njëshi apo jo? Këtë është Po, njëshi. njëshi. Njëshi dyshi. Genti. Pastaj fillon tjerët. Hamzaj. Dale ti. Dale. Okej. Dale. Mos pa afromatët. Patjetër. Deli minuti i pari. Tjetri, Jurgeni dhe Se pa i kurat robat. Okej. E kemi. E kemi. Vazhdoj me dating show! Kë shef si konkurrent më të fortë? Konkurrent më të fortë shikoj atë që kam te lagja, që më lan makinën se sa këta që keni sjellë ju nga këtu sot. Konkurrent më të fortë nga mua se besoj që ka. A është pyetje serioze kjo, konkurrent më të fortë se unë, as edhe një. Vetëm tima mos i të gjithë. Hamzaj. Oh. Tani fillon pick-up line-et. Unë jam Nino, 23 vjeç për 4 vjet. Dhe kështu do me thënë, si fillim prezantim. Unë jam tip kështu i popullo me thënë, e kupton? Kështu do me thënë. Ton. Mos. Unë jam Arbe Shahinasi. Të gjithë ta këtu mbrapa këtu ngjitur me e kanë bërë pick-up line, po s'është sa duhet për ty. Unë kam bërë thjesht një lyrics verse. Oh, jepi. Shtroj rrugën me petale, diamanta bibi, jo kristale, për ty s'përdori asfalt banale, falenderoj krijuesin e asaj shale. Se njëri kondicioner. Devolli 2! Vjeni fuqishëm! Jo! Okej. Më vjen shumë keq, pozicionojmë pak këtu që të ndiqen dhe të tjerët. Faleminderit shumë që kanë Si ishte fundit, falenderoj kryesa asaj shale. Është më bukur. Qesh marr. Okej. Okej. Djalit numër 2 Genti. Përshëndetje. Unë jam Genti. Ke një gjë mbrapa. S'ka gjë, kemi shumë gjëra mbrapa, po shikojmë vetëm përpara, jam mbrapa. Çka ke mbrapa? Këto mizat që na vinë mbrapa. Okej. Unë jam Genti, 24 vjeç, kam ardhur nga Vlora posaçërisht për ty. Çpate? Pse? Do të gjej dhe unë një nusë dhe ti Mendon që jam për nusa unë? Po. Pse? Regjia mund të sillni dikush që ditë flas? Unë ditë flas, po në takimet e para thuaj se nuk flas. Vetëm shikoj. Te i dyti çfarë bën? Te i dyti bëjmë gjitha ato që si bëjmë dot te i pari. Tek i dyshi. Bëjmë gjitha. Hamzam, mbylla gojen! Okej. Ka autobusa Vlora tani? Patjetër. Ta shkon. Rreth ti. A ka mund si mos ma afro aty që? Ja, ato po mundohem. Urdhër mbrojtje kam marrë gjitha gati. Poziciono këtu. Edhe mos kafsho. Këtu më tresh, tu e ke përpara këtë. Këta përpara. Prit ta gjej ky. Më fala mundem? Po. Jam këtu.
E gagat. A mund të të lidh se kam frikë? Nuk Po. Lidhet lutem, lidhe. Më lidh mua se këtyre WhatsApp-e top. Ta. Wow! Pasoj! Nuk jem me meshkuj bazik. Me meskuj? Meskujt. Meshkuj. Hajde talën që! Ta në bën fjalë, po vetëm unë edhe me një dhurat. Ka arftov! Ka arftov! Policia! Kjo është i krër. Ka të krej flokën. Okej, Aty mund konhatet ajo, Ja, okej. shpoj njëri apo t'ja shpoj? Mendoj që poziciono pak aty. Lutem. Okej. Mirë, aty, pastaj, me destin, Ajo më thashë më dore. Rri aty. Tani vjen konkurrenti i radhës, djali online. Ule pak. A ngjohem? Ja. Okej, unë quhem Everest, ose në thjesht shkurt Eve, ose Pjanur, siç kam nickname-in, sepse sa herë dëshiron që të nxehesh, je shqipsi për me. Nuk e në fizikisht, po fizikisht unë ndje. Hajde. Unë zeshë laptopin. Unë zhe shumë duket. Mund të përdojë shtëtë për shumë fare deres. Ti ndoshta nuk e di se si e këtu për kinjë të lumbatse. Që se ke ma. O qa të bëri, moj? Mos. qa po ndodh? Okej. Kthej më kamerën, o bishe. Kthej kamerën, o vlla, se kam marrë për gocën e ujë. Kthej kamerën, o. Kush po flet? Po çuna. I ndjere i veres në Po Allah. flet. Gjoni gjë? Po është i kalli tra presin dhe lejnë fare. Okej. Sapo një konkurrenti i bëri sabotazh djalit online, poziciono pak aty përpara, të lutem. Everest, të lutem, mbyllë pak gojen, faleminderit. T'kemi. Mirë, unë jam Gürgen. Mjafton, po. Okej. Je. Faleminderit. Gürgen, me sa duket. A mund ta marr tikit? Ja, thjesht jepja të lutem atë që ta shohin çfarë do vendosi. O ju. Okej, Jurgen, me sa duket. A kështë përgatitur gjë më falë, se t'lash Bëj, kështë përgati gjë. Thuja pak, se me sa duket të thjesht Jo, po. fiziku yt e Unë jam me idenë që nuk kapen femrat me pick-up line, po një poezi Kadares ta kisha lexuar. E lexoj çik. Lexoj. Aq gursa ka mali, aq ujsa ka deti. Ti adjer s'bot qameti. I herë, gru, i herë. Një sekundë. I herë. A i kështë e kënë. Të qeshin? Kur të më 3. Po kam unë i poezi. 1, 2, 3! Po të fare. Më tha devolli një që pas ka një poezi. Ti pëlqen pikturën edhe ke shkruajtur, se unë të kam ndjekur do me thënë. Okej. E ke ndjekur në shtëpi? E kam ndjekur shtëpi me Okay. vrapë. What you being fixed? Ndjej. So, let me paint a picture with words. A e kam të shkruajtur. Do bëj një pikturë me fjalë. S'kupton ti fshatari që kështu. Ta ndështes vlajt. Festoj më pak të njës një kanë gjallë asnjo. Një orë lëmë të rinë si poezia e asdrenjë. Stvali vesh rozës, stvali kopshtin e denjë. Tas janë të prizë më të stacioni trejnë. Dhimbja o ka ikë në vare më pe henjë. Gjamat mërë me avull kur jena me na keri. Busqeshja jote më bëni mu largu unë piteri. Do dua deri në venë më të plakin e mërmeri. Nuk i di çfarë të bëj apo ishte e fortë. Ishte e fortë. Ishte e fortë. Pejta, ta përfshim dhe jepi çik rap zemra. Hajde, jepi çik. Bashkë me Everestin. Direkt nga Skype-i. I shko me vonë po skaj. Ku fike? Everest. Fikani! Ta më? Okej, bafshim Marion. U shkaput. Vetëm Genti nuk e ke shpu. Pse? Po e rëdika që them vërtetën, personat që i shpova të umbasin, bje që i kam zjedhë. Bravo gol! Wow, u bën shok prapta, u bën shok. Genti, Diko tjetër, Genti, ka autobus akoma. të lutem hajde këtu poziciono këtu me mua. U mërzite shumë. Po u mërzita pak dhe unë. Na, Pak apo ku t'jam shumë? vështirë me këtë? Shumë. Genti, shumë faleminderit që ishe pjesë. Do ma paguash biletën për në Vlorë? Pa tjetër, pa Okej. tjetër.
Okej. Për cilin game timi një këngë. Game team mbaroj. Hajde. Duhet ta Jemi vërtetë. Hajde game team. Po tash i osha xhaketën se it's getting too hot in here. Kështu që tani kemi fazën e dytë. Dance battle. Juli. Well, I'm just pretend. Okej. Okej. Tani un kam 5 çuna. Të lut. Regjia. Gjatë ditë mund ta kem unë. Do çunin. Okej. Juli. Ne tjerët vazhdo pa të. Juli rri aty tash. Po më tha që më do. Juli i jep imunitet Jurgenit. Jurgen bravo shpirt. Faleminderit. Ajo do të më bëj mua xheloze. E vdek me xheloze të po bën. Rri këtu. Po be bukën ti. Faleminderit shumë. Tani kemi 4 çuna me sa duket. Okej. Devolli një Juli kundra Hamzaj. A ditë lehësh? Dita shoj. Oh. Okej, ditë lehesh. Kafshon të kafshoj. Yavaş. Bëj një vaksinën asaj. Tetanozin, regjia tetanozin. Kështu. Yay! Roza. Ciao, I letto il mondo è posto, Oh, I'm just like you, you're just like me, you're just like me. Something anyone can see. Jemini! Se din come vete. Okay. Aria! Sa jepi! Hamza! E po di vaj, tu vaj e ma, ja. Jo! Nuk është pjesë e lojës, jo! Okej. Sa ke ulëri. Hey. Hamza. Hamza, të lutem, Hamza. Juli të dhe poziciono se po e ponaj çmën çunat. Na e tërbove çunat. Shumë bukur. Hajde rini pak. Ma e pak të lutem Devolli 2. Bëni atë rebel. Sillni dorën. Unë shikoj mua syt po. Kush unë? Ky. Fitues i raundit të parë. Hamza! Raundi 2, Miss Universe! Raundi 2 midis Devolli 2 dhe Everestit fillon tani! Jepi! Degeneroje! Okay, Everest, show your skills! Everest is going crazy! As fuck! Ua, mi që mund të viste Everesti kështu. Wow, zemra, si ka avancu teknologjia, zemra! Ka avancu teknologjia! Kush e ka këtu Everestin? Okay, stanky leg! Okay. Lajm! Shumë e bukur kjo, shumë. Shtuko atje. Fitues i këtij raundi të dytë. Të dance battle. Shpallet. A kam t'i kamera pa meje? Is he behind me? Ke një që. Kujdes mos të Po kulem dot. Shpallet. Everesti! Përshëndetje nga salloni vet. Shpallet fitues! Po thuaj pak si ndjesh e fitove këtë dance battle. Ngriu! Nuk e di, po më bëni që të vi aty. Të lutem, shumë urime Everest, forever. Harruam që Juli i dha imunitet dikujt. Pse Juli? Dhe marrim vesh më vonë. Mund të kem derin që ushon në një vals, në një kërcim të bukur, melodioz. Yay! Mundem? Po. Hamza, get the fuck out! Na vede porque la
Mando. Jepi jo. Ora, ishte Të mori gocë të zotri. Jeni më sëndër 2 vetë. A, keni security ma. Jepi. S'kemi këto kemi. Qa ndodhi këtu? Tani në këtë La Villa Drama kishim deklinjen e emës. U knaqem me të drejtën, u knaqem shumë. Ishte dhe vëtë të fëja për si plasin një për atë. Gjithsesi, u zumi çik. Të treni shumë interesant veç e veç, kur vjen puna tek WTF-ja nuk e di pse njësoni të tre dhe jeni për momentin një program. Pa lidhje fare. Kote që do të mbyllet. Ha? Re, dakord me ne? Si e dim për herë për zotin. Jemi me shefin gjithmonë jemi. Lexoj edhe një shifrat, lexoni veten, flisni, dini para pasqyrës. Ato se nuk undari para pasqyrës se fillon. Ti je shart emision negociante, sa I mirë jam. O zot, dhe bëja gjithmonë gjithë. Fatostik duhet jetë emisioni vetëm në ëndër. Jam perfekt. Shpresoj sa më shpejt i heqja ata dy. Ndoshta e keni të fiksuar, e keni parë dhe mendoni që kjo funksionon. So jam. Dalina, të do të lajë më të keqit e sënde që do të ta mbyll skandalen. That's it, like, yeah. E pason me një kështu, so, Yeah. what else is new? Just shut the fuck up and thought your emission. Qa tha? Aman, po Tresha nuk po funksionon si që duhet. Totalisht ajo që nuk tha, do me thënë. Dalina dhe që thjesht sa do të keni vipa ndryshëm dhe të kemi energji. Sa që ku standard emision kod kaq. Më thënë, thjesht tha që mendoj që ju dy të të hiqeni. Kështu e tha, më thënë, nuk e di, po kështu e tha ajo. Ajo thjesht e tha, shiko, mos u varni shumë nga VIP-i, përmirësoni me njëri tjetrin. Jeni ju të dy problemi. Po, e keni ju fine. You'll never be enough. Jam gjithmonë me So një. yeah, basically. Ju keni pas ato debatet e juaja, tha, dhe këtë me thënë drejtën e ka mirë, se ti me misin që gjithkohës, ju keni pas përplasim më të madhe. Gëzvet. Ama to e heq peshën nga vekja. Ju dy ziheni, përzo këta dy zihen, unë jam gjithmonë shumë okej, Dalina mos më pusha, mos ma heq, të lutem. Çdo gjë përveç se të pranoj fajin e vet ato, se çdo gjë. Sigur nuk është zëna ime këta dy ose me... Ky fut në sherr. Robi ka dy pare mënd në kokë dhe thot dale. Dale. Dale don dale. Dale, zemën timën, dale. Okej, ishte shaka ja, më kemi bërë në herë në gjithë historinë e skandal. Ska një fatos idiot është. Ndoshta kjo treshe nuk po funksionon më edhe në një treshe dashurie dikush duhet të heqë dorë. Imagjino dikush që nuk ka kontekst për këtë gjë. Ti Shef vetëm këtë. Shef të, ndoshta një treshe dashurie që jemi unë Fatosi Artemisa, dikush duhet largohet. Okej, lidhje hapur, që kur? Nuk dua drama, të ngjoj aty tash unë të festu për ditëlindje, të vinë me të fol me turinj. Vin nga e ardhmja. Vim nga ardhmja ema dhe pikërisht kështë sa po the ndodhi. O zomë, sa më kesh që ndodhën drama. Okej, u zomë. Unë të batë të Disa fjalë janë të tepërta kur mjafton vetëm një Shikim një shikim. Se bëri fare qartë Aldi që shkujtë mund ai. Një shikim ndoshta, mendoj që mos... A shkujtë ashtu dhe si ta shikim shkujtë, po? Mos e kemi shkujtë shikim shivit qik mirë, lexoj mirë ema. Atë ema, po shikim shika, kush më ka bë këtë? Ema që prapë se ti kush e ka bë. Mos ja tha Aldi këtë, kush më bëni këtë mu? Faleminderit Aldi, si e lexove që aty? Bravo. I madh Aldi. Fakta ju munduam për një dhuratë. Atë s'me bra zje pa bukse drejtë në dhurata ime. Fakta dikush i flas për mu, dikujt... Nise. Janë këto. Po letra jote pra është kjo, është letra jote. Jo. Kush ka bë? Nuk shkruajmë shkruar. Nuk shkon ashtu e zema, shkon delfinçe. Jo, më shkruaj kështu. Po zema shkon ashtu ajo. Shatë mos e ke. Aro me pjesën ku delfini aftë anglisht. Me qeni i zjuta i thoshte po t'i kam baon. Ne një muma ema. E një mumë ne. Ty e heq halë violetës, buqetë, gjak se që Ema të me marë halëm, pëse nuk bras ju vëzurat. Qa halë keqe i ti, halë të e marë. Hema, i more lullet. Ema, mos të mërë më telefon. Mos të falë më, të nimova ma ema, të nimova unë. Po ku ju shkoj menja? E di unë që ti e sërmëllari. Jeskarën ti, ishën të si. Oti edhe dy. Ose ti ose aji, ne të dy që e shkrujtëm atë. Ose ti që da, ose ti që shkrujte. Një nga ju dy është.
Një nga ju dy është e vdekme. O e bardhe e zejt, o e bardhe e zejt, o Ema. Po t'ishte, do më thëmë, po ta dija, po t'isha informuar për pjesën e rrengut, besoj dhe isha bashku me qunat. Sa i keq është. Tu bën sikur, vetëm me ta për shembull që shumë keq çuna që e bën të gjën se. Unë ja bëja vetë Emës. Po të ma kishin thënë çunat isha bashku, ja kisha fotë, kisha tatë vetëm me em. Edhe hallën e vet. Aldja leta. O Gjes, mëj, ku mund ta fusin në një vil? Ku da fut? Valeria. E kishte ku me Ku ta fusin një vil? kishte Po etër zot, 700 emisione. Na ka ardhi vit për sponsor, me numë se mos më organizu ditëlinjën e Emës. Ja thot si mos me ekzistoj Ema aty. Si më do organizojmë ditëlinjën e Emës. Përveç faktit që është një banjo rost me goca. Literalisht është vota aty kuptot u ly. Do organizojmë ditëlinjën e Emës së Kristian. Ema s'është fare këtu me ne, okay? Ti bëj sikur s'është me ne. Është sekret. Është sekret, surprizë. Ma kaloni pak glashu me shenjë. Unë normalisht shiftova të gjithë, sepse nuk jam si Fatos, si shifton një, dy nuk i fton. Ema dhe ditëlinja që ja bën të tjerët. Që po ja marrin bilet Xheti, Kosti, po ja organizojnë Aldi. Fakti që do bëj ditëlinjë, ftova këtë. Okej. Nëse zemra s'ka shar Fatos, në shujem me Ema. Okej, love Ema. Love you Ema. Qa mendoj? Që se bën tematikën Mob Wife. Ua, të shka. Georgina Rodriguez. Më vini pistoletën në kokë, më vini sikën këtu, këto treja, me u bashku nuk e din qa është Mob Wife. Gjithë respekti, ju dua shumë, por jo. Nuk ka shans ta din që është Mob Wife. Bëjnë e kështu sikur. Pa. Shumë ide e bukur. Fakt kisha kështu një ide luxury, kështu gjëra lux, po. Me që s'kemi lek asnjë këtu te vila. Dhe bëjmë qa kemi mundësi, se kisha me një kështu luxury, lux, gjëna luxi, po. A ishin mendje, drejt. Na mos e dhe me nuk kalon më shumë. Hajde misi se këshu vitin tjetër vim ne. Jo, nuk ka nevojë, ti veç. Atër tresha. Misi me zërë po ejste, sa i tha Kosti, do ndim. Tu e të mikën, tu helë shumë. S'kan të farë nevojë për që. Hi! Ne. A mund ta mash vetë? O, s'ka problem, se e mbaj vetë, mos u ashtu, mos u shqetëso. Shumë gjësi bukur, faleminderit për dhuratën. Falenderoj. S'ka gjë. Brafti madhe zot mu. O si së mbret. Si së mbret mu këtu ku jam. Tani si eksperte me ishku veç u brasa. Nuk i jepet. Më falë, do flirtosh me atë, kupton? Ha. Shumë faleminderit. Genti shumë faleminderit zemra. Gent pisha. Genti Ome. Shumë faleminderit Genti. Genti shumë faleminderit Genti. Bravo zlatëshma. O Ema, një kështu për se ju më t'ja bëjmë. Rosh për dhuratën. Jetë shumë king. Lumë kush do të marri. Jepe. Lori, jeni përgatitur Qa do shkrush ti? She was a fairy. Po unë qa më bëjtë si kur kam flokët di këtu. Hold my son. Për të e kalu më raveshë, se më bezdistin flokët me të drejtë. Ose më qa ke marrë gjithë të vitë për ditëlinjën e Emës, dhe po që kisha donë ditëlinjën. Oke, për të faktë që kam drejt gjithmonë, apo jo? Qa ato ruzën ndorë si ato? Ato e fiksus ato dhe unë është Ose ato burë ato zemra që majnë Me qa të shuete? spije. Ha, me të spije fiksi i majnë shumë. Një ditlinje, dy ditlinje, tre ditlinje. Hajde, mos im! Unë i mërshtit aty të marrë Kristiana kështu. Kush është i qej këtu zemra, pa ta ka. Juli, unë i mërshtit nga Gjesi, Juli, let's go. Ka lezet se është zeshkane. Georgina. Nëse për me në di herët vetë me tjetër, Georgina Rodriguez. Ndo le. Oke, unë do thjesht do thea që dhe epja fund jetës, po... është me ekstreme kemja. Hajde lejmë. Qa për këtë të vëdhim të shkua, kështu të ka rrëllë. Dhe që të përfsheshin të pamje, presoj të digjen, të shduket nga çdo memorje njerëzore. Të digjem si që ti. Që nëse ju bët sa gjëra dhe mua kush nuk më tha asë gjë. Shkova, sa kem qika. Ajo, misi duke thënë që më keni mërzit shumë kështu. Helikopter. Misi ndjem shumë ke shumë në ruaza. Jo, nuk bëndot pa ndimën e autorve. Ka të domosdoshme se vete vërdo.
Kesiana, për Nëse është pyetje kështu Kesiana. Okej. Kesiana ka për star, s'ka për autor. Çfarë Mirë je tani ai. Po, okay, nëse ka për star pse po ofendohet? Pse më mërzit Kesiana? A ka marrë për star? Okej, s'po të thot kurrë gjë. Je për star, je superstar, perfekt. Pse do të ofendohesh se po bën punë autori ose punë mrapa, ha? Është bërë skandale si pas Klavila. Ma për ne, për do fix, në ty shajt kot. Ore, kjo pyetje me një drejtim o vlla, autor, në gjithë tu keno emision veç unë, Kristall dhe Kesiana. Aman sa po tha, sa po drejtoj gishtin, tha, Kesiana është tani thot, oh, prit, se s'është ashtu. Kot Maja Aldi, o shaj o mbroje, zgjidh njërën. Po Kesian, Ku e di ti sa e që për të bëhet emision, që a jep ti autori gjitha? Ku e di ti sa po ju? Me ka flasë? Një pëse po i bërtet Artemisës. Artemisa thjesht po drejton të lojë, nuk është që kishte shkruajt ajo. Ku e di ti po Artemisës, tu nësoj Artemisës kot. Luis, thjesht do mu zëm Artemisës. Vërtet është pse nuk po vërtet Artemisa. Aty e kam prej, prandaj. Okej. Thash. Nëse kishe la vila drama deri në javës tjetër se pa le çfarë të ndodhi apo ja, ha? Ne dim çfarë ndodhi. Seriozisht di çka ka ndodhur? Sikur ti që më thënë. Oh, budallë. Duke qenë se na jeni lutur t'ju përfshim dhe ju duke marrë shkaz nga episodi i fundit, të herë zgjidhni i bëni ju në top 5 pra. Dhe duke marrë shkaz nga takimet e Julit të këtë episod, këtë herë në top 5 kemi takime, më thënë si do ishin starsat në takime. Kush do ishte më mirë me sakt? Ju do të zgjidhni, komentoni poshtë kush do ishte më mirë. Kush janë të parët? Adi dhe Flori, kush do ishte më mirë në takim? Duke marrë shkaz nga Barcelona, besoj që Flori. Po, Flori. Adi do ishte i turpshëm kështu. Jo, nuk di. O, zema çaj kush, Adi do fliste për veten. Jo, do ishte i turpshëm. Në real life do ishte i turpshëm pa kamera kështu, do ishte nga këta që të shkruajnë zemra ai buzën, pastaj ta kamera. Sërita të kështu, po, që në gjyre ke qefti. Nëse komentoni, Adi apo Flori, kush ishte më mirë? I dyti, Kesiana Kristall. Kesiana apo Kristall, kush ishte më mirë? O të dyja imagjinoj një restorant shumë shenjtë. E para punës privilegj për këdo që do i kishte ndej të dyja, super yje, po mendoj që do ishte Kristall i pak më mirë. Edhe pse Kesiana do ishte pak e ftohtë mendoj. Se ka qefti aty në atë murin, do të thonë ta kaloj një herë ca vështirësi. Jo që Kristall është e lehtë, po ngjan keq nga mënyra si po e the, po kishte pak më solare, pak më kështu e lezetshme po. Okej, Kesiana do isha pse e vesh kështu. Nëse ju vendosni Kesiana apo Kristall, sikse. Dysha tjetër Juli. Gjesja për Artemisa. Që do i rriften dyja. Kjo është e sigur. Unë mendoj që do ishte Artemisa, pse do thoshti? Jo, nuk ka nevojë, kam parë pa manual. Okej, po, e vërtetë kjo. O, që ndonjë kjo, po. Po, Gjesi është 2 metra gotës, zema, ku ka meshkuj 2 metra sot? Ku ka meshkuj 2 metra edhe më shumë e përballu Gjisena mu këtë tërë pale famer, super yll, kupto ti? Nuk duhet fare që kam shoqë, ha? Kesiana, Kristall janë këy. Gjesi! Nejse. Dyshja tjetër, Fatos Kostian. Asnjëherë. Të merr. Nëse dalin një herë në date, nuk e di si do jetë. Kostiani ka lek. Kostiani fiton këtu. Okej, Kostiani. Kostiani fiton këtu. Nejse, komentoni Kostiani apo Fatosi, Kostiani apo Fatosi. Dhe me këtë që pat sot. Kush mendon që do ishte më mirë? Unë apo Juli? I pa denet e Julit. Imagjinoni se do isha unë në date. Unë isha shumë i mirë, po bëja shumë hype atyre. Po isha unë date ti, kështu që. Okej, mirë. Nëse vendosni ju. Derisa vendosni ju nëpër komente, bëni të subscribe, mos harroni që të shkojmë sa kemi shku 300 apo jo. Do shkojmë 300. Gjithsesi nga unë nga Juli, puçi puçi. Andale!